Ka dështuar seanca e parë e bisedimeve mes Iranit dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës në Islamabad dhe pritet tashmë që të shihet se çfarë do ndodh më pas. Po për të folur mbi këto negociata dhe mbi një prognozë se çfarë mund të shihet pra më pas dy palët, çfarë mund të bëjnë me njëra tjetrën, mund të rifillojnë luftën apo mund të rifillojnë edhe një herë vizitimet, kam të ftuar në një lidhje direkte analistin Lutfi Bilali. Zoti Bilali, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe nga ju, zoti Doçi. Si pa këto bisedime dhe çfarë të rejash kemi gjatë bisedimeve dhe pas bisedimeve, në fakt, dhe reagimin e të palëve të përfshira në këto bisedime? Me duket që ka qenë e pritshme, them drejtën, nga se kemi vënë në kohën e Obamës ka qenë ato takimet për programin bërthamor tamam SBA Iran plus 5 vende që të thotë kanë hartuar. Bili ka qenë punim voluminoz, them drejt 130 faqesh. Dhe tash nuk pritet që mbrana 24 orëve apo 2 ditë të arrihet në pajtueshmëri. Por kemi menduar ndoshta që mund të ketë ndonjë parafrim, me duket diçka rreth aseteve të ngrira të Iranit, diçka ka pas përparim. Tjerat pika kyç është Hormuzi dhe programi bërthamor. Mendoj që në këto dy pika ka problematika të shumta mos pajtueshmëri nga ana të dy palëve. Dhe këtu më duket që ka hasur sharrën e goshtë. Dhe kjo e tëra paraqet ndoshta dështimin e 21 orëshit të takimeve. Nuk di ta kanë qenë takime të drejtë për drejtë apo të ndërmjetësuar me njërin dhe pastaj me ndërmjetësuesin pakistanez. Mendoj që Pakistani ka arritur të krijojë kushtet, do të them, të mira për të dyja palët, dhe nuk ka qenë rastësisht me zgjedhja e Pakistanit, nga aspekti, mund të them, pak a shumë i aleancave, dyta parafrimi mes asaj formulës religjioze të dy vendet ka një afërsi fetare, dhe kjo ka shtu pastaj me Amerikën një aleancë qysh nga lufta e mujahedinëve kundër forcave sovjetike, pastaj ndërmesat e tyre në Afganistan etc. Besoj që Irani po ashtu, ambasada e Iranit ka qenë përfaqësuese, ndërmjetësuese, më them, ambasada e saj në Washington, edhe në disa raste për interesat e Iranit. Do të jenë një kompleks shumë dimensional i arsye pse Pakistani u zgjedh. Bisedat është pritur, ata që kanë njohuri në këtë problematik, në këtë temë, mendoj që qysh në fillim kanë ditur që nuk do ketë një rezultat të shpejt. Janë 3 arsye që mendoj që tash parashtrohen. A do të arrijë që prapë të kemi deri në skadimin e faqit 2 javor, tentativë diplomatike prapë për bisedime. Pika 2 do jetë shumë problematika ajo që çka do ndodh me kalimet të tankerëve në ngushticën e Hormuzit. Kemi deklarimin tash të fundit të Trumpit që do bllokoj këtë rrugë detare për të hyrë dhe për të dalë nga ngushtica e Hormuzit. Dhe treta, do kemë mundësi Pakistani dhe aktorë tjerë që ta mbajnë brenda këtyre 2 javësh tentativën për të risjellur në bisedime. Besoj që kemi një situatë kur ndoshta grupet ta quaj teknike të dyja palëve janë duke punuar në specifikat e pikave të parafrimit, edhe pse delegacionet kryesore, ato që mbajnë barrën e të dyja vendeve, janë larguar nga Pakistani, por rikthimi mund të bëhet shpejt. Dhe shpresojmë që do ndodh, por a do ketë ndonjë rezultat, pak a shumë jam skeptik. Ta ndaj një matematik të 100%-shit, 5% ka gjasa, sipas mendimit tim, që të arrihet një marrëveshje e përhershme, ta quaj kështu, nëse ka marrëveshje të përhershme. Dhe dyta 45% rifillim të luftimeve dhe 50% një
anë pushim të zgjatur dhe të breshtë. Zotë Bilali, pse Izraeli nuk ishte i përfshirë në këto negociata? Është një dileme madhe. Më duket që qysh në fillim negociatat kanë ardhur si arsye presionit të brendshëm, më duket amerikan. Kuptohet, janë disa faktorë brenda në Amerikë, qoftë nga pakënaqësia e opinionit publik, që është në pikën më të ulët të imigjit e tij apo të përkrahjes së tij, besueshmërisë së tij në opinionin amerikan, janë mes zgjedhjet, të cilat do i sjellin pastaj problemin me legjislacionin amerikan, ligjet amerikane, që po që se humbë zgjedhjet në Kongres marrin demokratët më shumë përfaqësues, që gjasat janë që po, atëherë mund të iniciohet edhe shkarkimi i presidentit. Mendoj që këto janë disa arsye të cilat e frigojnë atë personalitetin apo veprimet e Trumpit. Dhe treta është imigji jashtëzakonisht i ulët në arenën ndërkombëtare. Kam drejtën asnjë vend, përpos Shqipërisë, që ka prunë rezolut, shtetet e tjera është të qytet, nuk është bashkë e rastishme. Është një temë tjetër që mund të flasim. Unë i droj kësaj pike shumë. Mund të shndrohem vend e rezervë një ikje apo ta quajnë thojza strehimi, ku do mund takim në hebraik të rinë në trojetona, por kjo një temë tjetër, dhe thash në opinionin publik amerikanët janë në një pozicion jashtëzakonisht të ulët, të përkrahjes apo të simpatisë. Kjo tregua edhe me aleancën historike me vendet evropiane, të cilat shumë vendet e tyre deklaruan hapur që nuk lejojnë që nga hapësira e tyre ajrore të startojnë avionet amerikanë. Kjo le për të treguar shumë që Amerika, ende edhe pse është fuqi jashtëzakonisht me kapacitete më të mëdha ushtarake në botë, ndoshta ka filluar të vijë në pikun e ngadalt të ramjes së pranërisë. Po Izraeli pse? Shif, ky taktizim i tillë më është i kuptueshëm, më them drejtën. Izraeli që nga fillimi është i vetmi shtet, mund të them edhe më gjerë. Duke që Netanyahu ka dhënë një deklaratë që kemi fuqinë më me moral më të lartë në botë, e çuditshme, po mirë. Është e tepër të flitet për aksionet dhe dhunën që ka përdorur sidomos ndaj Palestinës. Edhe sot e kësaj dite. Njerëzve aty u shkulen edhe ullit në proborët e tyre, largon nga banesat në Westbank. Por ja që fuqia e tyre ndonjëherë bën krenar, por kjo krenari e tillë mund të jetë vdekjepruese. Taktikisht Izraeli që nga fillimi ka operuar në politikën e dobësimit të vendeve arabe, vazalitetit të vendeve arabe, që nuk ka dilemë, kjo është gjë e qartë, shifet. Bile në mendoj për çështjen palestineze, fajtor kryesor janë 22 vendet arabe, të cilët asqeqojnë kokën për atë që ka ndodhur në Gaza. Dhe kjo tëra ka bërë që të lënë duart e lira Izraelit për veprimet e tilla. Të kesh qenë një reagim i kundërt, besoj që do kishun paqë. Sepse ndonjëherë balancat, shifni, çdo vend që ka koka bërthamore, edhe Ukraina të kish pas 1-2-3 koka bërthamore, nuk e kish luajtur me Federatën Ruse. Dhe kjo është mbase e qartë. Mendoj që kjo shtyn ndoshta edhe vendet ta zot Turqinë, apo këtë rast edhe Iranin, sepse Irani sa ka një lider, një Ayatollah i cili fetfon apo mund të them atë deklarimin, ligjëratën e tij do ta jap për prodhen. Nga se të gjitha rrugët çojnë që Irani mund të jetë problematika ardhshme, sepse nuk dihet në 500 metra nën tokë çka është duke vepruar. Shtuar kësaj edhe tërë aktivitetet me programin e raketave balistike, të cilat ka qenë interesimi amerikanët ta futin edhe si pikë, meqense kjo nuk pranojnë asesi iranianët,
e vetmja shpresë, meqense unë mendoj që strategjia e ardhshme e Iranit do të jetë në forcimin e kapaciteteve, po që se kemi një marrëveshje, forcave ajrore, me tipet avionëve të klasit të gjeneratës së 5, apo mendoj që në të ardhmen C-36 i kinez do të jetë në kapacitetet e mbrojtjes iraniane, dhe do thotë kemi një strategji komplet ndryshe, por Izraeli ende është ajo pika e cila ka për qëllim që të siguroj jugun e Libanit, pjesën ashtu kështu e ka nën kontroll të lartësisë së Golanit dhe pjesë të tjera të Sirisë për të depërtuar pastaj në atë konceptin e Izraelit të madh, i cili do jetë vështirë për të realizuar, por ideja e tillë shtetit Izrael apo ideja sioniste këtë ka postulat që tenton ta realizoj me përdorimin dhe agresivitetin e forcës së saj. Por a do arri kjo? Do shohim që edhe çdo deklarim sa i përket në raport me Turqinë, ndez xixat zjarrit që janë në shenja ugurzeza, jo vetëm për regionin, por mendoj që edhe për vetë Izraelin. Ju them drejtën e deklarata e deputetit të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim apo AK-partajt të Turqisë, që turqëve mund të na shkojnë 300.000 turq, por atëherë Izraeli është pikpyetja do të ekzistojë. Do thotë kemi deklarata të cilat tregojnë në një farë mënyre që edhe ajo që ka thënë shefi antiterrorit John Kent është rrezikshme që mund të them mostër e tillë për të ardhmen afër mund të jetë edhe Turqia. Pra ju po thoni që në bazë të analizave dhe sinjaleve që janë dhënë qoftë nga deputeti i partisë Erdoganit, por qoftë edhe nga ish drejtori i Agjencisë Antiterrori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, të çojë në një po themi aludim se një luftë e ardhshme, ndoshta më e shpejtë se që kemi menduar, do të jetë Turqi-Izrael? Po gjitha ata gjermanët e kanë një farë fjalie kur ka DFB Pokali apo kupa e Federatës së Futbollit të Gjermanisë, është një gjitha rrugët çojnë në Berlin. Mendoj që po, është mas e vërtet, nuk ka më farë dyshimi. Izraeli dëshiron që dy faktorë të kyç të lamanë është vendet arabe janë shkum deti, nuk ka dilemë. E kam fjalën 440 milion arab janë për gjunaf. Pse u thësi atyre dihet që është bile Emiratet e Bashkuara Arabe janë në farë mirë proksi Izraelit. Por dhe këto dy fuqi tenton që të eliminoj në rivalitet Iranin, dhe halli i dytë është me Turqinë. Dhe më duket që sidomos për vitet 2025-2026 industria mbrojtjes e Turqisë ka punuar me hove të mëdha në industrinë e mbrojtjes, sidomos në forcimin e kapaciteteve që kanë të bëjnë me dronët, pastaj atë dronin Kizelel apo Mollakuqe pa pilot, pastaj gjeneratën e 5 të Kanit, të avionit turk, por mbi të gjitha mendoj që në sistemin e mbrojtjes kundërajore dhe mbi të gjitha në zhvillimin dhe forcimin e kapacitetit të raketës balistike hipersonike Typhoon. Dhe kjo mendoj që nga pika e fundit e kufirit atje në jug perëndim të Turqisë, 450 kilometra mbrije Tel Avivi. Meqense programi i tillë bllokut të ri të Tajfunit mund të jetë mesazhe 1500 deri në 2000 kilometra. Dhe kjo atëherë do jetë të ndryshon lojën. Por problemi qëndron dikun tjetër. Kërkesa e Trumpit për të dalur nga NATO, hilja është rreth Turqisë. Nga se atëherë kemi një konflikt për brenda NATO-s mes amerikanëve dhe turqëve, po që se kemi një goditje izraelite mbi Turqinë, dhe kështu që krijohet rruga që aleanca e tillë që Turqia është në një pozicion jashtëzakonisht të rëndë, po flas nga aspekti gjeografik i fqinjve, sepse edhe nga veri perëndimi, jugu, pastaj problemi me kurdët është rrethuar me
me armiq të cilët mund ta godasin rand. Por këtu është shpresa e asaj që mund të thuhet në periudhën e mandatit të pushtetit të Erdoganit është qëllimisht është forcuar shumë industria e mbrojtjes dhe kjo do të jetë, mendoj që ajo lufta finale për dominimin apo humbjen e totale të Izraelit në këtë region dhe rrezikimit të ekzistencës së saj. Por në një farë mënyrë sot kemi situata me të cilat mund të them që janë paralajmërime që goditja e tillë ndaj Turqisë nuk do shkon shumë larg sipas tempos së ngjarjeve që janë duke ndodhur komplet në linjën e mesme. Megjithatë, zoti Bilali, sa e aftë është Izraeli që të mbyll një luftë me Iranin dhe të fillojë një luftë me Turqinë, qoftë edhe me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, se ne pam që në luftën me Iranin, Irani ja doli shumë mirë që në një luftë që ata mendonin që zgjaste ndoshta një javë, po zgjat gati 2 muaj dhe është ende në vazhdim. Dhe a mendoni që Turqia është Irani qoftë nga kapacitetet e armatimit, po qoftë edhe nga afërsia që ka me vendet, po themi ku Amerika i ka bazat, qoftë me Kipron, qoftë me Greqinë, qoftë me pra vendet ku amerikanët kanë baza, dhe mund të jetë e njëjta strategji siç ndoqi Irani me bazat ushtarake ku ishin të vendosura të amerikanëve. Dhe a besoni që bota do ja fal një luftë tjetër që mund përfshi më shumë se vendet arabe Donald Trumpit? Jo, unë besoj që do kemi një situatë kur në krahasim në raportet Iran-Turqi të kapaciteteve mbrojtëse, ushtarakisht më duket që Irani ka një përparësi dhe një levë të fuqishëm, bili ka edhe një armë bërthamore që është ngushtica e Hormuzit, që rrezikon gjithë botën. Të sqarojmë s'pari a ka qenë realiste ajo që do shkatrojmë një civilizim të tërë. Nëse që Trumpi është një showman, dëshet të tërhiq vëmendje, në prapavien dhe memorien e tij mendoj që ka për qëllim që në burzat qoftë financiare, qoftë ato që kanë me tregjet e energjisë, dëshiron të spekuloj dhe të përfitoj. Është logjike një ta quash të biznismeni, tregtari, i cili suita e tij dhe rrethi i tij përfiton. Edhe me krizën e Hormuzit përfiton në financa, me ngritjen dhe ramjen e tregut të energjisë, të naftës dhe gazit. A do shkatron civilizimin dhe këtu aludohet në goditje bërthamore? Jo, nuk e besoj. Kjo është një aventurë e rrezikshme, sepse goditja atomare ka kundërpërgjigje. Dhe këtu është rreziku qoftë nga Pakistani, India, pastaj Federata Ruse, dhe të gjitha mos i përmendin në vendet atomare, një e padeklaruar dhe 8 e deklaruar publikisht në botë që njihen. Mendoj ndoshta ka qenë një lloj presioni psikologjik. Në aspektin konvencional, amerikanët kanë shkatruar 13.500 caqe në Iran, mbi 125.000 objekte të shkatruara, sipas gjysmëhënës së Kuqe, dhe tëra kjo tregon që konvencionalisht amerikanët dominojnë mbi Iranin, së bashku me Izraelin. Është një fuqi numër 1 në botë dhe një fuqi regionale, dhe është normale që të ketë përparësi. Por problemi qëndron te ajo që në armët, në raketet ballistike, Irani është jashtëzakonisht i fuqishëm. E dyta, Irani nuk dihet dhe është shumë analist ndërkombëtar. Unë nuk po flas të na në Kosovë. Që di që një ditë një parashike atë që ka thotë shkatron civilizimin dhe deklarat parimore. Nesër ti fillojnë bisedimet dhe kjo është mirë. Nuk kanë pavarësi njerëz që veprojnë kështu gjana ad hoc, kursista. Por raketa Hwasong 118 e Koreas së Veriut thuhet që është në dispozicion 350 deri në 500 copa në
me trot nëntokësore 500 metrësh në Iran. Dhe kjo është 15.000 kilometra që do merrin goditje. Që do thotë brinë edhe tokën amerikane, çdo kryeqytet evropian dhe Izraelin po se po. 55 tonësh dhe mund të vendoset ndonjë kokë me mbushje bërthamore dhe takim çdo herë po flas për goditjen që mund të bëhet në aspektin e shkatërimit të civilizimit aty citatit të Trumpit. E zgjarova pak të temën, raportet me Turqinë në kërkoj analogjia. Është e vërtetë që Turqia ka kapacitete, sidomos në marinën, në nëndecet, edhe pse Irani ka dikon mbi 20 mini nëndece, por në aviacion qëndron jashtëzakonisht fort Turqia. Ka kapacitete të forta, por më duket që në kohën e fundit edhe në aspektin militarist, raketor, sidomos të sistemit ballistik, ka arritur mbrojtjen kundërajrore, meqense Irani ka bavarën 373 prodhimit iranian, turqët kanë hisarin dhe atë kupolin e tyre të artë, e cila më duket që është efektive edhe në Siri. Lufta mes Turqisë dhe Izraelit do nisë në Sham, në Siri. Dhe këtu do jetë ajo pika që do ndeshet, më duket, e tërë ai koncepti i asaj se fitoria e madhe ose humbja e madhe mund vjen në tokën e Sirisë. Për momentin, mendoj që ekziston një mundësi që të kemi një paqe të përkohshme, e cila pas zgjedhjen e asaj që njihet në tokën e Palestinës dhe pa hjekjen dorë të elementit ndikues të idesë sioniste në SBA, botën do ta kemi të trazuar edhe për një kohë të gjatë, me rreziqe për një kanosje dhe goditje të gjithë njerëzimit. Zoti Bilali, është raportuar mjaft në media ndërkombëtare për një, le të themi, bisedë të tensionuar të Donald Trumpin me Netanyahun, vetëm pak orë pasi ishte fiksuar se në Islamabad do të bëheshin negociata mes SBA-s dhe Iranit. E ky tension fakt, siç kanë raportuar media ndërkombëtare, erdhi pasi Izraeli goditi me gati 100, po themi, bomba Libanin. Le të themi, besoni që në një moment të dytë kur izraelitët dhe SBA-ja dalin jo ashtu siç e kishin parashikuar nga lufta me Iranin, se po themi të paktën Izraeli është i shkatruar, le të themi, disi në aspektin e raketave të ardhura nga Irani, edhe amerikanët nga aspekti ekonomik, se po flasim për 40 ditë bombardime, më shumë se 40 ditë bombardime, më shumë se 40 ditë bllokim të ngushtitës së Hormuzit. Besoni që Donald Trumpi ose kushdo qoftë presidenti i Amerikës do të shkojnë t'i besojnë verbërisht Izraelit në një luftë që Izraeli mund të hapë me Turqinë? Pra, se duke ju dëgjuar dhe analizën tuaj, ndoshta mund të flitet për një luftë që mund vi mas 20 vitesh ndoshta, por në një luftë të afërt mes Turqisë dhe Izraelit, kur Irani, shtojmë këtu dhe faktin që Irani në luftën e mundshme Izrael, Turqi, sigurisht që do mbaj krahun e Turqisë. Pasur parasysh që edhe forca që u matën në luftën me Iranin, amerikanët dhe izraelët nuk është se dolën në nivelin e duhur, dhe këtu po dyshohet dhe forca amerikane që deri tani është reklamuar si forca e parë botërore. Keni drejt në një diçka që mendoj që a ka pas prishje apo luhatje në raportet Netanyahu-Trump. Ndoshta ka pasur, sidomos me atë që të hynë paket arpushimi që do vlente edhe për Libanin. Izraeli më të i ka vë syrin që Libanin dhe pjesën këndej lumit litan në pjesën jugore të Libanit
ta konsideroj së paki zonë të kontrollit komplet ushtarak në tërë topografinë e kësaj pjese. Do është një arsye që Izraeli ka problematikën me ujin e pijes, që është problemi që njëra ndër pikat e bisedimeve rreth çështjes palestineze është edhe lumi Jordan atje. Ata me kombgule dëshirojnë që ta kenë pjesë të tyre. Dhe hyrja në Liban në petkun asaj që do godas dhe do zhduk Hezbollahun, ka dhe prapavija të tjera të natyres, mund të them, si shtash e mora si shembull ujin e pijes, por mendoj që te Libani, realisht Libani nuk ka forca kredibile ushtarake, flas si shtet. Do thot më i fuqishëm është Hezbollahu si forcë para ushtarake se sa komplet shteti i Libanit, ose ushtria e Libanit u në këtë rast. Dhe kjo mendoj që është problematike në luftimet toksore. Edhe pse Izraeli goditjet që ka zhvilluar në Beirut, sidomos në pjesën, me duket që pjesa e banuar me të krishterë është ku ka goditur, nuk ka qenë as një pjesëtari as i Hezbollahut as i shijave. I banorëve shija të deklaruar në konfesionin e tyre. Hezbollah konsiderohet që kanë kapacitet të saj 100.000 forca, jashtëzakonisht të stërvitura, dhe potencial të raketave, qoftë Shahab-2, pastaj Kader, Fajr, dhe të gjitha këto bëjnë një arsenal, kuptohet edhe të dronëve shahet, të tipeve të ndryshme, të prodhimit iranian, apo të mostrës së tyre të cilët kanë arritur në Liban, në ulësirën Beka, dhe në pjesën jugore, ku bëjnë shumicën këtë kontrollit që ka Hezbollahu. Për të larguar nga topografia e Libanit, mendoj që ajo që pyetet ju, a ka ndonjë kanos apo prishje, luhatje në raportet Trump-Netanyahu? Jo, nuk e besoj, ka mund të jetë më tepër për aspektet e bisedimeve ku ka tentuar ndoshta në një farë mënyre me qëllim të futet Libani, të pranohet që të ketë një pushim që do vlente edhe për luftimet e Liban. Mirë po, Netanyahu me duket që si mos pjesë e tryezës, atër ka filluar të qërej hesapet me pjesën e Libanit apo me Hezbollahu në këtë rast. Shifni edhe në Gaza ku është bombarduar, emërtimi ka qenë po i ndjekum Hamasin. Po i kem një 30.000 të vrarë. Dhe kjo tëra kjo tregon kjo arsyetimi, kështu që edhe në opinionin ndërkombëtar është parë dhe është hetuar shumë mirë. Edhe tash në Liban goditjet e tilla edhe me bomba fosfor të cilat shifen nga goditjet, pastaj kur i mbarrin ato pamjet e bardha që do thot dihet edhe nga lartësia që janë edhe armë të ndaluara me konventa ndërkombëtare, por Trumpi, po edhe Netanyahu kanë thonë hapur, ne kemi rregullat tona, nuk përfillojmë rregulla ndërkombëtare. Dhe kjo mendoj që ndoshta ka qenë njëra ndër arsyet që Trumpi ka dashur në një farë mënyre ta fusë në këtë paketë edhe Libanin, apo të pranoj si parakusht për fillimin e bisedimeve. Mirë po nuk besoj që ka ndonjë raport i cili keqëson raportet e tilla në mes dy personaliteteve, por edhe në raportet me interesat izraelite dhe amerikane. Edhe pse në politikën e jashtme, amerikanët në lindjet e mesme kanë disa interesa tjera, Izraeli dihet çfarë, por puqen së bashku në konceptin e doktrinës që e quajnë zëdhënësja e shtëpisë së bardhë. Amerika është e themeluar mbi bazat e postulatës judo-kristiane. Dhe kjo 250 vitesh tash në korrikin çivim, tregon që amerikanët, dhe me duket është një analizë jashtëzakonisht e mirë e Carlsonit. Amerikanët janë vendisuar që nuk paguajnë, nuk dëshirojnë të paguajnë nga buxheti i tyre, nga tatimet e tyre për luftën dhe sidomos për interesat e një lobi apo një lëvizje që është kaotike dhe shkatërrimtare për botën. Në këtë drejtim, mendoj që është një deklaratë jashtëzakonisht e fuqishme dhe kryeministit të Kanadës. Nga
100%, $100 që investohet për mbrojtjen e Kanadë, dikon në 75% e këtij $100 që ke marrë si shembull, shkon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ne këtë politikë të tillë të mbrojtjes për luftë që zhvillojnë amerikanët apo qeveria amerikane, jo populli amerikan, ne do ta ndalojmë. Është një vedi e tillë, do thotë edhe në vetë shtetin e Kanadës. Dhe tash kjo mendoj që do të jetë ajo problematika që do has edhe Trumpi në vizionin e tij, por mendoj edhe tërë administrata e cila duhet ta korrigjoj veten. Jo që Amerika nuk mund ta shkatërrojë Iranin apo të del në fund të fundit fitues, por problemi është fituesi strategjik i kësaj lufte, që deri më tani shihet që fituesi strategjik e ka një emër, do është Irani. Por tash për tash kem situatë me të cilën besoj që luhet loja. Nuk dëshiroj të besoj që do luhet loja aty në dy marrëveshje më hershme dhe pastaj fillimi i bombardimeve, goditja, ose ajta quhet prerja mbes, që edhe në këtë rast mund të ndodhë kështu. Por më duket që janë aktorë tjerë të cilët do ta determinojnë komplet situatën e gjeopolitikës në përgjithësi në lindjet e mesme. Sepse sigurues i vetëm i vendeve të Golfit që ka qenë gabim ka qenë Amerika. Tash sigurues i interesave të tyre në aspektin e mbrojtjes mund të lëvizin kaje të tjera. Dhe do kemi të thotë ndryshime jashtëzakonisht tektonike sa i përket proceseve gjeopolitike, jo vetëm në lindjen e mesme, por përgjithësi në botë. Zoti Bilali, besoni që mund të ketë rifillim lufte mes Iranit dhe Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës? Mund të kem ndonjë tërheqje dhe lënje në dorën e Izraelit të zhvillojë aktivitete luftarake me Iranin. Por problemi është që më duket të kenë luftë Izrael-Iran pa amerikanët. Prapa vi kuptohet janë amerikanë, por hapur jo. Mund të ndodhë ky skenar që mund të kemi kështu. Por unë besoj që interceptorët e mbrojtjes së sistemeve izraelite nuk janë në gjendjen më të mirë, qoftë nga shpenzimi i tyre, qoftë nga lodhja që mund të bëhet me goditjet iraniane. Duket 650 raketa balistike Irani ka dëgjuar në Izrael, dikon 300 në vendet e Golfit. 1000 raketa balistike, shënimet e ndaj ka 2500 raketa balistike, askush nuk e ka të saktë. Mendohet shumë me Gregor shifrën e jap 45000 raketa të tilla, por sidoqoftë mund të jenë spekulime, por ne dim që Irani ka raketa të tilla balistike jashtëzakonisht në volum të madh, por çka ka jashtë raketa balistike mund të jetë ai rreziku, që thash edhe më herët përmenda një tip të asaj rakete. Por a do kem luftime? Do thot luftimet mund të gravojnë nga se më duket që Irani nuk dëshiron të lënë lloç Libanin apo Hezbollahin në këtë rast dhe mund të kem deri pasaj konflikte mes Izrael dhe Iran, vazhdojnë luftimet. Dhe Amerika mund të jetë skenari që pas 2 javë mund të kem rifillim të plot të bombardime amerikane dhe të një lufte mund të them jashtëzakonisht të bërshme që mund të ndodhë, por nuk e besoj që të përdoren armët bërtamore. Më duket kjo është ai skenari me cilën më tepër ka aspekte psikologjike për ta quajë thosë ta mbyt kundërshtarin në psikologjinë e tyre, por mendoj që për momentin në botë do kemi probleme të tjera me të cilat gjithë njerëzimi do vuan pasojat siç është duke vutur edhe tani. Dhe kjo do jetë ajo ana më e errët për njerëzimin, por mirë është të ketë një postulat e cila nuk ekziston momentalisht. 10 vjet, 20 vjet bisedime dhe asnjë ditë luftë. Por kjo nuk varet nga dëshirat morale dhe njerëzore tonat, po varet nga interesat e atyre të cilët kanë bërë kalkulimin, besoj të gabueshëm dhe fatkeq për njërin apo palën tjetër. Zoti Bilali, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Gorian edhe nga ana ime. Faleminderit shumë.